81 vjetori i çlirimit të vendit nga pushuesit nazi-fashist u përkujtua me ceremoni të veçanta në disa qytete të vendit. Në Lezhë, veteran të luftës, pas ardhës të familjeve të dëshmorëve, përfaqësues institucionës dhe deputet të Partisë Socialiste, vendosën kurora me lule dhe kryen homazhe pranë varrezave të dëshmorëve. Kryetaria e organizatës së veteranëve dhe pasardhësve, Marta Simoni, rikujtoi sakrificën dhe kontributin e atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. E rëndësishme për popullin tonë. Ne kemi përkujtuar, kemi të gjitha ngjarjet e luftës dhe sot në këtë ceremoni të thjesht për ne mase ju duket dikuj, por madhështore për rëndësinë që ka. Ju uroj të gjithëve gëzuar festat, shëndet e jetë në familjet tuaja dhe gjithmonë festofshim këta të rrojmë dhe t'i kujtojmë. Edhe në Fier, festimet kuqezi për 29 nëntorin vijuan me një ceremoni solemne në varrezat e dëshmorëve, ku ishin të pranishëm autoritetet më të larta vendore. Kryebashkiaku Armando Subashi vlerësoi sakrificën e bijve dhe bijave të Fierit, që dhanë jetën për lirinë e sotme, ndërsa mungesën e opozitës në ceremoni e cilësoi si një vendim të tyre, duke shtuar se ne jemi në anën e duhur. Sot u përullu me respekt të gjithë përpara heronjve, përpara dëshmorëve luftës nacional çlirimtare dhe kjo sigurisht është një ndjenjë krenarie për të gjithë ne. Besoj që siç e shikoni dhe nga pjesëmarrja, këtu kemi shumë pa dallim moshe dhe padyshim ky është një tregues shumë i mirë që vlerat e luftës do të vazhdojnë të përçohen brez pas brezi. Urimi në këtë ditë është lavdi dëshmorëve, lavdi të përjetshme jetës, veprës së tyre dhe padyshim t'i kujtojmë në jetëve. E megjithatë sërish opozita mungon. Në një kohë kur vendi aspiron për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, a nuk duhet që të ketë një frymë më të moderuar politike? Padyshim që duhet të ketë, por kjo i takon opozitës. Ne jemi në vend këtu pranë atyre. Kështu që edhe ata duhet të jenë këtu. Edhe në Kruj u zhvilluan homazhe në nder të dëshmorëve të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare, ku qytetarë dhe përfaqësues institucionesh përulën kokën pranë varrezave të dëshmorëve. Ndërkohë Vlora, qyteti simboli i pavarësisë dhe një prej qendrave të qendresës antifashiste, përkujtoi ditën e çlirimit me aktivitete solemne dhe mesazhe mirënjohje. Qyteti u mbush me emocione dhe nderim për sakrificën e brezave që luftuan për lirinë e vendit.